Mos i hidhni më lëkurat e patates. Trajton këto dy probleme mjaft të përhapura. Patatja është ndër elementët dhe perimet më të pasura me vlera ushqyese. Kjo perime fantastike e cila përgatitet prej qindrave të shëngatime, krahas shijes së saj ka edhe vlera të shumta për organizmin, por vlera më të mëdha ka edhe në mirëqenien e organizmit tuaj në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Në këtë video do rendisim përfitimet që merrni nga lëkurat e patates. Për personat që vuajnë nga diabeti, problemet e zemrës, niveli i lartë i kolesterolit në gjak, rekomandohen gatimet ose ushqimet e përgatitura me lëngun e lëkurave të patates. Lëngu i lëkurave të patates ju ndihmon në rënien e peshës, falë sasive të ulta të yndyrnave, vitaminave dhe mineraleve që mbajnë trupin në formë. Lëngu i patateve do të forcojë imunitetin, do të ulë nivelin e kolesterolit, do të ulë problemet e zemrës, do të ulë luhatit e sheqerit, është i mirë kundër djegjeve të lëkurës dhe mund të përdoret gjithashtu edhe si një tonik për pastrimin e lëkurës suaj, citojnë ekspertët.